Vendimi I presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa reciproke ndaj të gjitha vendeve ka nxitur reagime në mbar botën, teksa disa vende kanë paralajmëruar për kundërmasa. Bashkimi Evropian reagoi ndaj vendimit të Trump duke thënë se është I gatshëm të përgjigjet ndaj tarifave të reja amerikane, por presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen I bëri thirrje shefit të shtëpisë së bardhë që t'i adresojë shqetësimet e tij përmes dialogut. Më vjen keq për këtë zgjedhje. Duket se nuk ka asnjë rregull në këtë kaos. Asnjë rrugë e qartë përmes kompleksitetit dhe kaosit që po krijohet, teksa të gjithë partnerët tregtar të SBA-s po goditen. Von der Leyen shtoi se Bashkimi Evropian është I gatshëm të përgjigjet. Ne tani po përgatitemi për kundërmasa të mëtejshme për të mbrojtur interesat tona dhe bizneset tona. Nëse negociatat dështojnë, ka një rrugë alternative. Nuk është vonë për të adresuar këto shqetësime përmes negociatave. Miliona qytetarë do të përballen me çmime më të larta të produkteve ushqimore. Barnat do të kushtojnë më shumë, sikurse edhe transporti. Inflacioni do të rritet. Për shkak të vendimit të Trump, presidenti I Francës Emmanuel Macron do të takohet të njëjtën me përfaqësuesit e sektorëve francez të prekur nga tarifat amerikane, bëri të ditur Pallati Elizee. Tarifat kanë prekur edhe Mbretërinë e Bashkuar, aleatin e Washingtonit. Londra tha se shpreson që të arrijë një marrëveshje tregtare me Washingtonin. Por sekretari për biznes I Mbretërisë së Bashkuar Jonathan Reynolds paralajmëroi se vendi I tij ka një sër mjetesh në dispozicion dhe ne nuk do të hezitojmë të veprojmë. Italia ndërkaq kritikoi vendimin amerikan për tarifat duke I kërkuar BE-s që të arrijë një marrëveshje pasi tha se një luftë tregtare do ta dobësonte perëndimin. Vendosja e tarifave nga SBA-ja ndaj BE-s është një masë që unë e vlerësoj të gabuar dhe nuk është në interesin e asnjëres palë, tha kryeministrja italiane Giorgia Meloni. Shoqata gjermane e industrisë automobilave po ashtu kritikoi tarifat duke thënë se ato do të krijojnë vetëm humbje, ndërkaq industria gjermane e kimikateve që e ka SBA-n tregun më të madh të eksporteve kërkoi qetësi, duke theksuar se një përshkallëzim vetëm se do të përkeqësonte dëmin.